Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Monika Kryemadhi flet hapur për ndërhyrjet estetike që ka bërë. Në rrjetet sociale kanë plasur sërish komentet për ndryshimet drastike të Monika Kryemadhit në paraqitje. Në një reagim të fundit, ajo ka deklaruar se një nga fotot që janë përdorur për krahasim i përket vitit 2000, kur sapo ka sjellë në jetë djalin e saj. Fotoja është nga viti 2000, kur sapo kam sjellë në jetë djalin tim, tha Monika duke u përpjekur të sqaronte situatën. Por realiteti është i pamohueshëm. Ndryshimi në pamjen e saj është i dukshëm. Fotot e reja të Monikës gjatë Bigut tregojnë transformime që nuk mund të shpjegohen vetëm me kalimin e kohës apo me një foto të vjetër. Nga mënyra se si është stiluar deri te tiparet e fytyrës dhe linjat e trupit, ndryshimi është i qartë dhe nuk mund të minimizohet me një imazh nga më shumë se 25 vjet më parë. Për ndjekësit dhe kritikët, reagimi i saj duket si një përpjekje e lehtë për të mbrojtur imazhin personal, por e vërteta është e pamohueshme. Monika nuk duket si 23 vjeçare në 2000-shin dhe transformimi i saj është më i dukshëm në çdo justifikim. Ky reagim, me gjithë përpjekjen për të hedhur poshtë kritikën, ka nxitur edhe shumë debate në rrjet. Fansat dhe ndjekësit kanë komentuar se ndryshimi është i qartë dhe se pamja e Monikës nuk ka të bëjë me vetëm një foto të vjetër, por me ndryshime reale estetike. Ndërkohë që ajo përpiqet të lidhë imazhet e vjetra me realitetin aktual, rrjeti social vazhdon të ndjekë çdo detaj, duke bërë pamjen e saj një nga temat më të diskutueshme të momentit.